pallati ndërmjet për maturën, se Kadarea është i tërë, që Kosova ka fituar pavarësinë në vitin 2008, këtë unë nuk ja fal një shqiptarit të Shqipërisë, jo më një shqiptarit të Kosovës, sepse ne mburremi me pavarësinë e Kosovës, me studentët, me nxënësit, e kam kryefjalë. Pra këto tregojnë, pra për te Po çfarë duhet të ndodh në jetën e një nxënësi gjimnazi? Të shkolle. Një nxënësi shkolle që të mos e di ose të mos e ketë parasysh si fakt. Ka lënë orët e mësimit edhe ka shkuar ka pirë kafe. Ky do ishte skenari që do mendonte çdo njeri. E ka shkruar Gjergj Fishta. Çfarë duhet ndodh në jetën? Ju a them unë. Çfarë duhet përmbyset? Çfarë duhet? Në fakt unë nuk i vë shumë faj nxënësit se sa sistemit. Së pari dhe sistemit. Dhe për këtë ne kemi kohë, po unë do t'i bishkur gjithsesi se mund të flisja me ditën e të tëra. Ja, ju a them unë nuk e di se çfarë ka ndodhur këtij apo atij individi dhe shpresoj shumë. Jo, një nxënësi, jo një individi. Do të thënë çfarë duhet të ndodhi një nxënësi që të mos e di këtë gjë. Çfarë i bëri sistemi këtij nxënësi që të mos e di këtë gjë. Kështu do ta reformoja unë pyetjen. E para, sa hapësirë me që jemi te Fishta dhe unë për Fishtën mund flas. Sa hapësirë sistemi ynë kurikular i jep dialektit që nxënësi të ketë lehtësinë ta lexojë Fishtën. Më kuptoni? Sa hapësirë sistemi ynë kurikular i jep gjuhës në përdorim, më fani për pasionin. As pak problem, ne admirojmë pasi. I jep gjuhës në përdorim, pra asaj që gjallon çdo ditë përmes gjuhës, që nxënësi ta ketë kaq shumë të dashur gjuhën e stilin, kur them gjuhën kam parasysh stilin të Ismail Kadares dhe ta adhuroj atë. Unë i përkas brezit që e dinin përmend, unë mund të recitoj përmendësh sa të doni ju nga Kadareja. Nuk më ka bërë më pak influencer tek ata me të cilët punoj. Pavarësisht se numri influencerëve në Instagramin tim nuk është i ndjeshëm, por unë influencoj çdo ditë tek nxënësit, por edhe tek studentët, padyshim, dhe për këtë jam shumë krenare, sepse studentët e mi do t'jenë mësuesit, unë punoj në universitet që përgatit mësues, që ka fakultet edukimi, dhe kjo nuk më bën më pak influencere, që fakti që di ta lexoj Fishtën, që Fishtën e di përmendesh, e them me burrë, e them dhe student. E di përmendesh? Hej moj zam, ty të qof shatrue, ases po të bjen ndërmend për mua, një këngë të hershme me më kumtue, me më treguen lehut malsis, si u end filli shqypnis. Një moment Perl e bukur. Është e jashtëzakonshme. Është e pika jon, Lahuta e Malsis. Lahuta Malsis është një nga kryeveprat që për fat të mirë ne kemi shkruar dhe italianët kur është përkthyer kanë quajtur Homeri shqiptar Fishtën. Me plot të drejtë. Me plot të drejtë. Pra sistemi ynë shkollor duhet t'i japi, flas për lëndën për materien gjuhëletërsi, se nuk po futem tek të tjerat nuk i njoh. Duhet t'i japi hapësirë gjuhës në përdorim, diskursit, kuptimit. Profesor Xhevat Lloshi ka një libër fantastik, ai ka një sër librash fantastik. Por ka njërin që e mbaj shpeshherë në dorë si Bibël, si të shkruajmë shqip. Është komentar dhe ai tregon se si ne mund të shkruajmë gjuhën që përdorim pa e cënuar thelbin e gjuhës shqipe, që është sintaksa dhe morfologjia. Dhe ka një shumë të bukur që edhe unë e përdor, thotë kur brezim, thot, do të tregoj një gjendje paksa të çuditshme dhe alarmante, ne themi, dhe unë këtu e gjej veten, ma hoqet trurin. Dhe nuk merrem, dhe kur them trurin, kam pjesën e kokës time, ku punohet, mendohet, krijohet një proces, realizohet. Kur brezat e rinj s'po gishtin. Kur brezat e rinj. Këta që kanë provime mature. Po, thonë, le të mos i sulmojmë, mos i stigmatizojmë. Kur brezat e rinj përdorin një situatë analoge, thonë, ma hoqe pinin. Pra ato 3 shkronja që ty të zhbllokojnë për të futur në teknologji, për të parë gjëra. Po shumë e bukur kjo. E ka thënë profesor Xhevat Lloshi dhe e thot në mënyrë fantastike këtë gjë. E shumë gjëra të tjera. Tani një sekondë se u bëra kurioz. Me sa unë mbaj mend, qofsha gabim, di që për shembull kjo shprehje e zhargonit ma hoqet trurin, nuk ma merr mendja të ketë ekzistuar në kohën tuaj. Apo ka ekzistuar? Kur koha ime. Kur në kohën tuaj, përpara erës së re.
Unë përpara lindjes Krishtit. Besoj që unë besoj që gjithmonë është për aq kohë sa ne jetojmë, është koha gjithë secilit nga ne. E kam fjalën kur ju ishit të rinj dhe në moshën e zhargonit. Atëherë. Pra në moshën e asaj gjuhës që është. Jo, të lutem. Zhargoni ka qenë me krijimin e shoqërisë janë krijuar zhargonet. Okej, është krijuar shoqëria njerëzore, janë krijuar zhargonet, janë krijuar variantet. Pra si gazetar ndoshta nuk e keni shumë të qartë mënyrën se si funksionon një gjuhë në nivele ligjërimore. Ka ligjërim të zhargonit, ka ligjërim, pra gjuha ka shumë variante. Ajo funksionon si gjuhë e shkencës, gjuha me stile, regjistrat janë tjerë, variantet janë të tjera, por unë isha duke folur për variantin e dialektit dhe pastaj për regjistrin e të folurit për zhargonin. Zhargonet kanë ekzistuar gjithmonë. Madje zhargoni për mendimin tim, nuk e di, unë nuk jam historisë së gjuhës, nuk mund të flas për këtë, por jap një mendim, sepse të gjithë kanë fushat e veta, në konceptin tim zhargonet janë shumë të vjetër, madje me shumë siguri zhargonet duhet kanë ekzistuar, jo duhet, po kanë ekzistuar para standardit, patjetër që kanë ekzistuar para standardit. Bën kuptim. Por unë nuk e kisha më tepër për zhargon se sa e kisha për lidhjen e kuptimit me shenjën. Jo, sepse lidhet dhe këtu siç na e kanë thënë edhe se tani nuk duhet futemi në thella edhe Heideggeri dhe Wittgensteini, pra gjuha ka të bëjë ka lidhjen e vet me procesin e teknologjisë ose teknologjizimit njeriu dhe gjuha lidhet me mënyrën se si ne ndërveprojmë ndër të tjera kur ai thot më hoqe pinin dhe pra ai është brenda një epoke teknologjike që ka të bëjë me pinin. Dhe unë dua të them më përpara më hoqe trurin, që do të hoqe trurin. E thonit më hoqe trurin. Patjetër që ne kemi thënë gjithkohën. Unë vazhdoj ta them sot. Nuk e them këtë më hoqe pinin, nuk e di më ka tingëlluar gjithmonë jo fort e këndshme. Më bëri shumë përshtypje kjo çështja e zhargoneve dhe doja të futesha pak në historinë e zhargoneve. Zhargonet i kanë ekzistuar përpara për të krahasuar, po them. Standardi gjuhës shqipe i takon vitit 1972, është ligj i shkruar. Tashmë gjuha një disa variante ndër ato. Po na vjen nga regjia edhe variante të tjera të zhargonit. Mund të them unë të profesorit. Më hoqe petllën. Thon nga Tirana. Kjo është. Po petlla ç'është? Në dialektin. Duhet patjetër që ti futemi thellë për të përcaktuar këto, pastaj duhet të shikosh kontekstet. Kjo është gjuha e gjallë pra. Këtë isha duke thënë gjuha e gjallë, gjuha që përdoret. Duhet të futemi thellë edhe në kontekstet kur është përdorur. Unë e përdor shumë kontekstin, për shembull, fjala zjarr mund të konsiderohet dhe fjali. Për shembull, por në kontekste të ndryshme merr kuptime të ndryshme. Kur dikush është duke folur shpejt ishte zjarr. Ti rrit, jo, pa ishte. Ti e dëgjon dhe thua zjarr. Dhe dalim te kuptimi ishte zjarr. Por ti vjen nga një jashtë shumë ftohtë, këtu shikon një oxhak zjarr. Pra o sot sa ngrohtë sa mirë. Me këtë dua të them që kontekstet e ndryshojnë kuptimin e fjalës, por edhe të fjalisë që kemi në këtë rast, zjarr është fjali, nuk është më fjalë. Kur je për shembull komandanti urdhër për artillerin, zjarr. Po kur bie zjarr atje dhe them zjarr. E të tjera. Dhe me studentët unë përdor u bën kohë që e përdor këtë gjë dhe është e këndshme, krijon dhe pak hilaritet kur prap për të treguar vlerën e kontekstit. Unë jam prapa derës dhe dikush është në sobë, duke punuar tek soba, duke gatuar tek soba, dhe dëgjoj zërin që thotë më sill pak shapkat.